Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë mi, sot është e marë, data është 24 muaj 2 vitit 2026, vit që po e shkelim. Skena politikë bërëse këtu në Maqedoni. Si duket, jo që është duke dalur nga kontrolli, por edhe ajo që është duke bërë si e kontrolluar, nuk ka kusht të jap vulljen e fundit. Sepse, në një rast, të themi kështu në thojza kushtimisht Artan Grupi po kthehet në Maqedoni dhe po dorëzohet në kufi, aq shumë ka ngritur klur sa që gati se janë haruar të gjitha problemet tjera. U haruan problemet e 5 tonit të drogës që e kaloi kufirin në Maqedoni. U haruan problemet, mendoj si bum në media që të jenë të parat, u haruan problemet me arsimin dhe ligjin për arsimin, u haruan shumë probleme tjera nga jeta e përditshme. Dhe ndalemi edhe ne pak me Artan Grupin të merremi, jo se për diçka tjetër, por për t'i dhënë vull ditës së sotme. Por dita e sotme sërish e nxjerr Vlenin, pak si jo në tallje, po pak si e pa informuar apo i këndet. Vleni sot në mëngjes tha: Aliameti dhelbja e vjetër e politikës, që për vite është paraqitur si mjeshtri i zanatit, është shndruar në lojtar të plagosur sot që pret ekzekutimin politik, pikërisht nga ish bashkëpunëtorit i tim me afërt. Kutia e zezë e qeverisë së SBD-s u vu në dispozicion të drejtësisë e vërteta e pashfaqshme dhe të filloi të dalin sipërfaqe. Artan Grupi nuk ishte një funksionar i zakonshëm, ishte zbatues, koordinator dhe njeriu i besuar për gjitha vendimet kyçe gjatë viteve të fundit. Pra, Grupi përshtin Aliametin drejt ekzekutimit politik. Unë dhe kisha thënë që është total mos njohje gjëra, por huqje totale e asaj që po ndodh. Por me rastin Grupi është marrë sot edhe ministri i drejtësisë Fillkovi, i cili sot i përgjigjet në një pyetjes, unë do ja vetëm shkurt që ta dëgjojmë. Мисля дека тоа прашање е абсолютно сумнив, дискусията се случи диспут неутрална, постапка нема што повеќе коментираме за истина. Мисля дека тоа прашање е абсолютно сумнив, дискусията се случи диспут неутрална, постапка нема што повеќе. Po pra, ai tha, provimi i respondentës në gjuhën shqipe është çështje e mbyllur. Bravo. Mos e može. Bravo. Sepse nuk ka kush i shtrëngon këllqet në politikë bërjen shqiptare në Maqedoni që del nga qeveria dhe ai të largohet. Nuk është vetëm kjo, ka shumë lëshime të tjera edhe nga ministra të tjerë. A ka marrëveshje BDI VMRO? Ka. Kush tha se s'ka? Ka. Artani ishte njeriu kryesor i gjithë atyre aferave të VMRO dhe PMN-s. Nuk kem takuar unë me Mjallkovin. Dhe borxhi është borxh, në politikë bërje barem ka një rregull, përveç të LSDM-ja, e cila nuk i bënte jo që pespare shqiptarët, por as edhe të tjerët. Dhe unë ndalem prapë të Vleni. Doli mbrëm një drejtor i Vlenit në televizion Kanal 5, Amir Lezi, dhe tha: pajtohemi një pjesë të muhabetit, por jo krejt. Grupi është në listën e zezë me Dodikun. Pse BDI nuk distancohet nga antari i saj? Këtë në rregull, Amir, por ka një lëshim. Ju në Vlen, shumë e pëlqeni vetveten, duke filluar nga, sepse ky është antari i lëvizjes Besë, nga kryetari i Besës, Bilal Kasami, i cili mbahet i ditur për çdo gjë nga ekipi i tij. Dhe unë them këtë, Dodiku nuk është në listën e sanksioneve që nga 29 tetori 2025. E keni komplet materialin te telegrami.mk. Nuk është. SBA dhe zyra e saj për kontrollin e pasurive të huaj që mban listën e personave të sanksionuar e kanë hequr Dodikun nga lista e sanksioneve më 29 tetor 2025. Ku përfshin edhe 47 të tjerë. Arsyet për këtë heqje nuk u shpjegojnë zyrtarisht. Që për atij vendimi Dodik kallëtuar normalisht në SBA përfshir pjesëmarrjen në evente publike atje, kjo tregon qartë se ai nuk është i përsektuar nga kufizimi formale të listës së zezë amerikane. Pra, nëse dikush e thot se ai ende është në listë të zezë të dashit, kjo nuk është e saktë në bazë të vendimeve më të fundit të SBA. Pra, ju të Vlenit dhe Elezi, bëni update.
Bëni. Për cilni pak gjërat, mos jeni kryetar. Më tha dikush për ty kështu, kryetar, më tha për ty dikush dhe rritin hepin me nalle në bandere. Bëni pak më të realt. Për cilni se çfarë po ndodh në skenën politikë, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në rajon. Doli dhe drejtori i burgut të Shurkës, i cili ka përgënjeshtruar sot prokurorin duke thënë grupi ishte i sigurt në Shutk. Drejtori i burgut të Shutkës, Boban Utkovski, thekson për Alsat se nuk është e vërtet që siguria e grupit do të ishte rrezikuar nëse do të qëndronte në paraburgim, siç thot Utkovski. Ata ruajnë mbi 300 persona të kategorive të ndryshme të krimit dhe asnjëri nuk është rrezikuar, pasi siguria është në nivelin më të lartë të mundshëm, çdo të burgosi është garantuar siguria brenda. Nuk është okay, por unë vazhdoj më tej. Gjithandej, skena politikë bërse është për vaj. Shpëndohet si vetëm të shqiptarët të maqedonasit. Sepse del sonde në mbrëmje, Jeshevska Anatasovska, unë kurse kisha dëgjuar, por më la përshtypje se është antare e Këshillit Gjithësor. Ju përgjigj në rrjetet sociale ministri të drejtësisë Igor Filkovi, i cili kërkoi përgjegjësi për arrestin shtëpiak të ish-zëvendësisë të Artan Grupi. Dhe e thot, gjyqtari nuk duhet të vendosë mas paraburgimi nëse ka propozim nga një prokuror për arrest shtëpiak, që është normale. Të di çdo jurist, unë e them. Nuk ka nevojë për një seancë urgjente të Këshillit Gjithësor për të diskutuar një rregull themelore në procedurën penale, ka shkruar Jeshevska Anatasovska. Pra, më herët Filkovi bëri thirrje Këshillit Gjithësor dhe Këshillit të Prokurorisë Publike që të thrasin urgjentisht seanca për këtë rast. Pra, nuk ka gjithësor dhe Këshill të Prokurorëve të pavarur këtu në Maqedoni sipas Filkovit. Ai thot dhe pik, është ministër. Dhe miqemi, më kujtohet ju nuk të përmendi emrat të ministrave, një ish ministër nga radhët e një partie politike shqiptare në Maqedoni më tha. 10 ditë para se të dalim nga qeveria, ndërmjet viteve 2008-2021, në tha një përgjegjës mbi partijak, dëgjoni, nëse keni ndonjë lëndë që duhet të dorëzoni në thojza për ndonjë të drejtë apo ndonjë ligj, tash është koha ti dorëzoni. 10 ditë para se dalin nga koalicion, nga qeveria. Dhe shtrohet pyetja, për çfarë bën 3 vite apo 4 vite ato në qeveri? Pse nuk i dorëzohen? Do thënë pas kanë bërë punët e veta. As një ministër jurisprudencës shqiptare nga radhët në Ministrinë e Drejtësisë në Republikën e Maqedonisë nuk u lavdërua se ka soll një ligj pozitiv ku nuk preken shqiptarë. Ndërsa Filkovi se smer vesh kjo vesh më dihet. Por pse heshtën vleni që është në qeveri dhe nuk të rriqet. Nëse pret nga Mickovski rëndëket, vërtet rëndëket. Okej. Sot është bërë një muhabet shumë i madh dhe i fortë edhe lidhur me atë se kush sa para ka marrë nëpër televizione dhe portale. Unë të ndalem pak në të sa u kanë kushtuar reklamat politike në media. VMROS ka marrë 1.394.927 denar nga KSZ. LSDM-ja 896.250. AKI, pra koalicioni AKI 827.763 dhe vlen 638.000 euro. Ndërsa si janë dukur reklamimet politike në televizione. Kanal 5 ka marrë 523.314, Alsat M 488.759, Sitel 455.335, TV21 325.949, TV Koha 210.171, Telma 210.406, Alfa 175.002, Shenja 129.380 euro, 24 Vesti 121.550 dhe TVR 71.990. Dhe janë dukur reklamimet politike në portale dhe gazeta. Koha.mk ka marrë 39.529, Tetova Sot ka marrë 38.877, Focus MK, javore politike, ka marrë 38.143, Time.mk 26.201, Kurir 26.190, Portali X, Furkan Saliut 24.750, Maktel 24.291, Flaka, Gostivari Sot 24.050, Pa Cenzur 22.417, Liridona, Sloven Peshat 21.533, Kanal 5 21.090, MKD 20.901,
Almakos 20.585, plus Info 7.712 dhe 365 Stepeni 16.532. Pra, të janë para të cilat janë para publike. Tash do ndalem pak me vlenin. Ka shpërndarë 640.000 euro reklama me para publike. Ku përfunduan fondet e koalicionit vlen që shiti e virgjër. Si u shpërndan fondet, kriteret mbeten të paqarta. Nga dokumentacioni siguruar nga KSHD nuk bëhet e qartë metodologjia konkrete për shpërndarjen të mjeteve. Nuk dihet nëse fondet janë ndarë mbi bazën e shukshmërisë dhe audiencës reale, çmimeve të tregut, ofertave konkurruese apo marrëdhënieve ekzistuese me subjektin politik. Më tepër kisha thënë këtë të fundit. Mungesa e kriteve të publikohet krijon terren për dyshime mbi favorizime të mundshme. Portale pa impresion, por me para publike. Një pjesë e mjeteve kanë përfunduar në portale që nuk publikojnë impresion pa adresë, pa redaksi të qartë, pa përgjegjësi editoriale. Në praktikë kjo e bën të pamundur identifikimin e pronësisë dhe përgjegjësisë ligjore. Financimi i mediave të tilla me para publike ngre pyetjen si verifikohet kredibiliteti i përfituesve. Ka edhe konflikti interese, çështja ligjore apo morale është në pyetje. Fakti që në listën e përfituesve figuron personat të afërt me koalicionin, përfshir funksionar, nuk thotë automatikisht shkelje ligjore, por etikisht situata është problematike. Nëse paraja publike përfundon në struktura mediatike të lidhura me politikën, konflikti mes informimit dhe propagandës bëhet i paqartë. A është kjo praktikë e përgjithshme? Për një analistë e plot duhet krahasim me subjekte të tjera politike. A kanë ndjekur edhe parti të tjera të njëjtën praktikë? Po. A ekziston një model i përsëritur të rifinancimit të mediave të afërta publikisht? Po. Pa këtë krahasim tabull mbetet e pjesme. Çfarë thot ligji? Ligji si thonë me veriut lejon finansimin e fushatës përmes mediave me mjete të dedikuara publike, por ligji kërkon po ashtu transparencë dhe raportim të detajuar. Pyetja mbetet, a është bërë kontroll substancial apo vetëm verifikim formal i dokumenteve? Institucioni përgjegjës për mbikëqyrje është Komisioni Shtetëror i zgjedhjet, ndërsa auditimi financiar mund të përfshijë edhe enti shtetëror për revizion. Pra, në Maqedoninë e Veriut, jo vetëm shifra, po se ndryshon vetë funksionimi i medias dhe perceptimi publik. Pra, financimi politik e bën median të varur. Politikat e reklamimit politikës të mos kur përdoren para publike krijojnë një varësi financiare të medias nga partitë politike. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Pra, nuk është okej. Unë do kisha thënë se në ato media që janë përfolur se ka të bëjë edhe me media partijake dhe mediat e bashkëpunëtore. Portali ForMK i lidhur me koordinatorin kombëtar për komunikim dhe media, Latif Arifi, kuadri i koalicionit vlen, rezulton përfituesi dytë më i madh ndër portalet e internetit, me rreth 11.000 euro, vetëm 20 euro më pak se përfituesja që është portali pa cenzurë. Dhe mos të vazhdojmë më tej. Pra. Ka dokumentacion që siguron se deri në qershor 2025 pronar i komunist Folmedia ka qenë vetë Latif Arifi, pas kësaj periudhe pronësia është transferuar djalit të tij Ilir Arifit. Okej, nuk është okej, por para dhe për portalin lidhur me zëvendësin e ministrin e Bujqësisë Albrim Hoxha dhe njërin e afërm të kryetit të Strukës Mendiqyrës, drejtorin e sapo emëruar në ndërmarrje publike komunale në Strukë Resul Shëllak. Kompania Studio Rinora Duhet përmes portalit Struga Lajm ka arritur të përfitojë nga kolekcioni vlen 8.000 euro. Çfarë nuk ka? Ama çfarë nuk ka? Por, këtyre ditë duke biseduar me disa miq që kanë portale që s'kan përfituar, unë nuk konkurroj asnjëherë, sepse mendoj se nëse jam Mesut Shabani atëherë krijoj vetë hapësirë për të fituar dhe jam duke krijuar nëpërmes këtyre bisedave me ju që jam duke bërë. Dhe nuk skuqem se nesër dikush do thotë parat. Ku ishin këto gjithë parat? Tujat janë, pritativeve tuaja janë mbledhur dhe janë dhënë këtyre që mbahen shumë të zgjuar dhe të mençur. Dal nga dal pra tetova, po merr edhe ka tjetër, për nesër. Këtyre ditëve është paralajmëruar vizita e kryetarit të shtetit shqiptar Bajram Begut, i cili do të vijë ditën e shtunë në një vizitë zyrtare nga ora 9 deri në orën 11:30 në Tetov dhe agenda do të jetë e pasur. Vizita do të nisë në ambientin e komunës ku presidenti do të pritet nga zyrtari i komunës për të vijuar pastaj në këmbë drejt shkollës fillore Liria. Okej, nuk është okej, por unë vazhdojmë më tej. Bëhet me di se tash në mbrëmje ka pasur një tërmet në Shqipëri, është ndjerë edhe në Maqedoni, 4.3 shkallë të Richterit në rajonin e Elbasanit. Okej, nuk është okej, por unë vazhdojmë më tej.
Maqedonia pra ka edhe probleme dhe të lashet e tjera, nuk e ka vetëm Artan Grupin, ka probleme edhe me qytetarët kanë me sulmen nga kafshët e egra, të cilët si vjet dhe vjet nuk kanë se çfarë të hanë në Malsi, qoftë Sharit apo në Karadak, dhe janë turur edhe qytetarëve. U sulmuan nga Ariu, do shpërblet me 5.000 euro një qytetar nga Kërshova. Okej. Pa kujdes, mos dilni vende pa vend. Dhe ajo që më ka befasuar dhe më ka dërguar të qeshë është iftarit që ne organizon BFI-a dhe Izet Mexhidi ka qenë dominuesi në Shkup. Interesant. Po të ishin këta të Vlenit, sa të regojnë aq fetar, të paktën do kishin shpërndarë ndihma për iftare. Jo për vete, po për qytetarët që kanë nevojë. Okej, është problemi i tyre, se si e kupton dikush edhe fen, por si edhe dikush mundohet që të përfitoj nga feja, nga halli që qytetarët e kanë. Lidhur me sigurimin e ekzistencës dhe për to nuk përkujdeset askush. Vërtet nuk përkujdeset askush. Ministresha e Arsimit vazhdon që të jetë top nëmër 1 Janevska, e cila thot arjet dakordsi për ligjëri shumë studimit juridike në universitetet private. Kjo është vërtet është shumë rënqese. Ta shumë do bëhen pak e mençur. Ende pa ardhur në kuvend. Ja si duket nga këndi kushtetues juridike i Maqedonisë së Veriut, pra hekja e universiteteve, drejtimit të fakultetit juridik nga universitetet private. Kushtetuta garanton barazi para ligjit, ministresh, nëse shteti ndalon studimet juridike vetëm për universitetet private, ndërsa i lejon në publike krijohet trajtimi i pabarabartë mbi bazë të pronësisë, që të jetë kushtetuesi shteti duhet të provojë se ekziston interes publik i fortë, masa është proporcionale, nuk ka mjet më të butë për të arritur qëllimin. Nëse jo, bie në konflikt me parimin e barazisë. Pra, këtu shkelet liria e tregut dhe e ndërmarrjes. Kushtetuta garanton lirinë e tregut dhe ndërmarrjes. Universitetet private janë subjekte juridike që operojnë në bazë licence shtetërore. Një ndalim i përgjithshëm i një programi studimi kufizon drejt për drejt veprimtarinë e tyre ekonomike. Duhet të kalojë test të rreth proporcionaliteti. Në praktikë evropiane ndalimet sektoriale janë shumë të rralla, zakonisht lidhen me sigurinë kombëtare, jo me drejtsinë si fushë akademike. Liria akademike në kupton autonomi universitare dhe privatët pasi licencojnë gëzojnë autonomi në organizimin e studimeve brenda standardeve shtetërore. Një vendim politik që përcakton këtë program nuk mund të afroni cënon drejt për drejt këtë autonomi. Unë do kisha thënë edhe diçka tjetër. Është një fjalë urtë popullore gjithë shqipe që thotë aty ku ka tym, poshtë është flaka. Tek do ja shohim sherin, pra nga shtatori vitit 2026 andej këtij ligji për arsim të lartë, të cilën po e sjell FTF Ministresha e Arsimit, kuptohet kuadri vëmëros me urdhër të kryeministit të Maqedonisë. Po sigurisht do shohin sherin universitetet në gjuhën shqipe. Unë këtu e përshëndes. Jam Mesut Shabani, ishim në podcastin Mesut Shabani, bëni një subscribe.